nënftimi i akuzës në rrugën e Shtrëmbër dhe fatkeqësisht të bërë zakon nga grupet hetimore të stacionit trenit, të cilat i përdorin mediat si forca paramilitare të fajsimit dhe të asgjësimit publik të subjekteve të tyre, mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrejtjes, që zihen pa pushim në 700 tenxheret e pazarit ton politik e mediatik, dhe të mblidhen të tëra rret e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni, shirat u derdhen me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj, deti u bëkos për qenërinë e pazarit politik dhe mediatik dhe erdhi më në fund me thirrje histerike jashtëderdhjesh në bulevard. E shumë pritura orë e hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier, me gjithë gazin e Zegjines. Hapklap, burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje